Çfarë do të ndryshoj për marrjen e shtetësisë gjermane është një pyetje që më keni bërë shumë kohë të fundit. Gjermania do të ndryshojë ligjin për marrjen e shtetësisë gjermane, siç e kam njoftuar, e kjo prek edhe shumë shqiptarë që jetojnë tek vend. Qeveria gjermane e ka miratuar këto ditë një projekt ligj të Ministrisë së Brendshme, me të cilin hiqet rregulli i marrjes me procedurë të përshpejtësuar të shtetësisë gjermane, pra të pasaportës gjermane, brenda vetëm 3 vitesh. Para se të vazhdoj me shpjegimet, ju kujtoj miqtë dashur edhe një herë se ky është vetëm projekt ligj, i cili nuk mund të futet në fuqi pa u miratuar edhe në Bundestag dhe në Bundesrat, por pritet që edhe atje të miratohet. Sidoqoftë, ligji i tanishëm për marrjen e shtetësisë gjermane, i cili është futur në fuqi vitin e kaluar dhe për të cilin kemi folur shumë, parashikon marrjen e pasaportës gjermane në rastet e integrimit të mirë edhe brenda vetëm 3 vitesh. Unë ju kam shpjeguar disa herë se çfarë do të thot integrim i mirë, sepse ky farë lloj rregulli ka të bëjë me përgatitjen profesionale në Gjermani, me punët vullnetare që bëhen në këtë vend dhe gjëra të tjera, por kjo pjesë e ligjit do të ndryshojë dhe ky rregull për marrjen e shtetësisë gjermane brenda vetëm 3 vitesh do të hiqet, pra nuk do të ekzistoj kur të miratohet ligji. Kur do të hiqet sakt? Natyrisht që në këtë moment nuk mund të them, sepse duhet të miratohet pra edhe në Bundestag dhe në Bundesrat, por ajo që është në rëndësi është se ligji nuk do të ndryshojë sa i përket rregullave të tjera. Pra në Gjermani edhe më tej do të mbetet mundësia për 2 apo më shumë shtetësi, që do të thotë se të gjithë shqiptarët që duan të mbajnë pasaportën e deri tanishme të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut apo ku diun, mund ta mbajnë atë dhe njëkohësisht mund të marrin edhe shtetësinë gjermane. Kjo nuk ndryshon. Ndryshe, shtetësia në Gjermani tani do të mund të merret pra më së shpejti për brenda 5 vitesh. Për marrjen e shtetësisë gjermane, përveç dokumentave të rregullta, siç janë për shembull leja adekuate e qëndrimit, që në gjermanisht quhet Niederlassungserlaubnis, pastaj dëshmitë për rrogat, vendbanimin e tjerë, kërkohet edhe testi për njohjen e gjuhës gjermane, si dhe testi për integrim, që në gjermanisht quhet Leben in Deutschland. Sa i përket gjuhës gjermane, për të moshuarit e moshës së pensionet, pra pasdaljes në pension, që në Gjermani jetojnë ka herë, pra për të ashtu quajturit gastarbeiter, nuk kërkohet test, por vetëm njohja normale e gjuhës. Ndërsa fëmijët që lindin në Gjermani mund të marrin shtetësinë gjermane nëse njëri prej prindërve jeton në Gjermani me letra të rregullta, siç thuhet, 5 vjet e më shumë. Rregullat e tjera pra nuk kanë ndryshuar përveç heqjes marrjes së shtetësisë për brenda 3 vitesh. Unë do t'ju njoftoj natyrisht kur të miratohet ky projekt ligj edhe në Bundestag dhe në Bundesrat, e ju, nëse keni ndonjë pyetje, mos hezitoni, pra më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë bashkë. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë të gjitha informacionet me kohë, dhe nëse keni dëshirë mund edhe ta shpërndani këtë video. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.